çka po do degradim më të madh kur nga shenjat e nderimit të gruas është zhveshja e saj për reklam që ti më marr para atë. Çka po do më shumë të shtep apo? Çka po do më shumë? Islami këtë e ndalan, zban me shit kështu pra. Na duhet me e liru gruan nga ngulfatja e Islamit. E hajt qyshe e ke liru ti pra, për shembull, bën me dal ajo në gjitha reklamat me ushqit me trupin e saj që produkte me ecë përpara atë. A nuk është turp kjo asnjë? A nuk ka marrë që kjo? Me bo gruan konkurrente në krejt punë të burrit atë. Kërkohet nga gruaja me kone barabart me burrin atë. Për me dëshmu lirin. Mirë, pse s'kërkohet nga burri me kone barabart me gruan? A keni një nërë qështu? Dhe kërkojnë barazi burat me gruan. Një skadaz njëve, nuk është atë. Për shumë do punë që i ka taku grus, për shumë kushtimisht edhe me qenë buri i barabarën të apë. Edhe me dasht në shumë nga ato smunët me kona të. Në tërë shumë, Allah ka refuzuat.